Rikthehemi sërish në Select dhe tani fokusohemi pak tek tema e ditës sotme, pikërisht tek neve se si jemi ndjerë ndonjëherë kur na është refuzuar ose kur jemi refuzuar për diçka ose edhe kur jemi pranuar për diçka. Fatmirësisht deri tani si jemi refuzuar, jemi pranuar. Fol për vete ti. Fol për vete. Ne nuk e kemi fjalën vetëm për në dashuri. Okej, edhe në aspektet tjera të jetës më vjen shumë keq për ju, uroj që në vazhdim mos keni më refuzime në asnjë fushë. Po nuk po na thua që nuk e refuzuar asnjëherë. Jo, në asnjë kategori deri tani. Po flas për punë, provime. Okej, më pyet për diçka. Çfarë të pyet? Për çfarë duhesh? Nuk e di. E refuzuar në kaq shumë gjëra domethënë. Shumë, kështu që të refuzoj. Cila është ajo gjë që të ka bërë të ndihesh më keq, të mendoje se do ta bëje dhe nuk arritëm ta bëje për shembull. Dashuria. Shikon, unë vazhdoj të mbetem në atë... në studio, unë vazhdoj të mbetem në atë vorbullën time të adoleshencës, se si kam kaluar akoma 19 jam, dhe i mbush tani afër. Ne kemi patur një fazë audicionesh, që të gjithë këtu në studio jemi ndjerë vërtet shumë të emocionuar dhe nuk e kemi menduar se do të arrinim deri në pikën ku jemi sot, dhe ka qenë besoj një nga pjesët më të rëndësishme deri tani në karrierën, le të themi. Edhe në jetën tonë. Bani mend ato të qarat. Nuk e di se kush ka qarë. Unë jo. Jo, as unë që ne. Pavarësisht të gjitha, fakti kur një njeri pranohet, do me thënë të bën të ndihesh me më shumë vetbesime dhe të bën që të luftosh dhe të kërkosh më shumë në jetë, ndërkohë që ndonjëherë refuzimet janë ato që të bëjnë të futesh në atë botën tënde imagjinare dhe të mos tentosh më që të shkosh më larg. Por ndërkohë duhet ndodhe kundërta. Në fakt, njerëzit që refuzohen duhet ta marrin këtë si një eksperiencë pozitive, të krijojnë një background me të, edhe të kërkojnë edhe të provojnë gjithmonë më shumë për të arritur atë që duan. Është ky mesazh që duam ta aprim sot apo? Për shembull, është një nga ato këngëtare që nuk e ka pasur shumë fletë të nis karrierën e saj muzikore, madje ka bërë pjesë edhe në këto këngëtare që nuk kanë qenë mjaft simpatike dhe është dashur të bëjë disa ndërhyrje kirurgjikale në mënyrë që të bëhet ajo që ne njohim sot dhe ka sjellë vërtet shumë këngë të mira. Ka sjellë këngë të mira në fakt Lana Del Rey dhe një ndër to është Summertime Sadness, por ne do të sillim tani një version remix të këngës e cila e bëri atë edhe më të famshme. Shkojmë tani me Lana Del Rey, Summertime Sadness. Okej, të flasim pak tani për këto aktore që kanë disa probleme fizike të vogla. Ne kemi përmendur edhe pak më përpara, megjithatë mua më ka bërë përshtypje Megan Fox, të cilat e shohim kështu si paraqitje dhe thua, wow, ku e ka defektin kjo vajzë, ku mund t'ja gjejmë angën, por siç duket paparacët me fotot e tyre kanë arritur që t'i zbulojnë diçka. Gishtat e mëdhenj të Megan Fox janë disi të shtypur dhe pak më të mëdhenj se çdo person tjetër normal, por siç duket kjo nuk i ka krijuar as pak probleme për të arritur një sukses të jashtëzakonshëm në botën e Hollywood. Nuk besoj se ndonjëri e ka mendjen te gishti madh i dorës kur kalon Megan Fox në rrugë për shembull të shkojë pak si gishti. Kur ishte ftuar tek Jay Leno në fakt në shfaqjen e tij në emisionin e tij të Late Night Show, ajo ka thënë se ajo ka një teori konspirative pse i ka gishtat në këtë formë dhe ka thënë që ajo më saj gjatë kohës ishte shtatzën me Megan, ka ngrënë shumë tuna. Domethënë çdo ditë ajo hante tuna dhe mendojnë që Tom Peshku dhe mendojnë jo tunën, ose nuk hante tunën, hante Tom Peshku. Dhe në fakt duket se kjo ka qenë arsyeja pse Megan mendojnë që në fakt ka këtë lloj forme të gishtit të madh. Thjesht ka dashur të jap një shpjegim dhe ka gjetur këtë gjë, se nuk besoj se toni peshku ndikon tek format e gishtrimit. Hani Tom Peshku. Meqense mbetemi te gishtrim, Ashton Kutcher në fakt është një nga ato aktorë që ka dhe ai një shformim te gishtrim të këmbës, jo të dorës në këtë radhë. Ai ka gishtat të këmbës të ngjitur. Kjo në fakt nuk e shqetëson as pak, por gjithsesi është një nga... Po ja shohim në këputë. Është gjithmonë në këputë. Por në për filmat e tij është gjithmonë dhe i zhveshur, kështu që mund të dallojë një gjë aty. Fiks kur është i zhveshur Ashton Kutcher këmbët do kapë. Përmendëm disa shembuj këtu në studio, por aktorët që do të ndjekim tani kanë disa kushte fizike akoma dhe më të rënda nga ato që përmendëm. I hedhim nisë. Mua në fakt më pëlqen shumë këta aktorë se shumica e tyre janë në castin American Horror Story me regjisorin Ryan Murphy, një nga serialet e mi të preferuar të gjitha kohërave. Edhe duhet të thënë që nuk është Game of Thrones i preferuar të gjitha. Një nga serialet e mi të preferuar të gjitha kohërave. Që do të thotë, ky është një nga të preferuarit, i preferuari është Game of Thrones. Një nga 1 milion është ky. Pavarësisht të gjithash aktorët duket se pavarësisht kushteve të tyre fizike kanë dalë që të jenë goxha të suksesshëm edhe të sigurojnë role që i kanë sjellë fitime marramëndse, por tani do të ndalemi tek ato aktorë të cilët kanë kushte fizike pak edhe më të rënda se sa ato që sapo përmendëm. Për shembull, një këngëtare e cila ka vuajtur nga një sëmundje e rëndë ka qenë Anastasia, ajo ka patur
patur kancer disa herë në fakt, është diagnostifikuar me kancer, se u shpreha pa gabim. Anastasia në fakt ka luftuar gjithmonë dhe ka bërë gjithashtu edhe një propagandë shumë të fuqishme në rrjetet sociale për të luftuar këtë sëmundje dhe pasi ka dalë fitimtare dhe pasi ka dalë mirë nga kimioterapia, është rikthyer suksesshëm, ka sjellë një album të ri, ka bërë koncerte në përgjithë botën, një ndër të cilët e solli edhe në Tiranë në stadiumin Qemal Stafa, duke se Anastasia ka rikthyer të gjitha forcat e saj për të qenë dominuese në tregun muzikor. Një tjetër këngëtar që ka patur sëmundje shumë të rëndë kanë qenë edhe Michael Jackson, ai ka patur një problem në lëkurën e tij, shumë media kanë shkruar se ai ka bërë ndërhyrje kirurgjikale për t'u kthyer me ngjyrën të bardhë, por në kjo gjë nuk është e vërtetë, ai ka patur një sëmundje në lëkurën e tij që i krijonte pulla vërtet shumë të mëdha edhe të bardha, dhe për këtë arsye dilte me çadër edhe i mbuluar gjithmonë kur dilte në ditë me diell ose thjesht në një dalje publike. Dhe përdorte shumë krem pudër për të mbuluar pjesët e tjera, megjithatë. Një tjetër aktor i cili doli së fundmi që kishte probleme të mëdha me shëndetin ishte edhe Charlie Sheen, i cili u zbulua që ishte me sëmundjen e HIV/AIDS, dhe menjëherë fillon dhe spekulimet që shumica e aktorëve më të famshme në Hollywood mund ta kishin mbartse këtë sëmundje, pikërisht sepse Charlie Sheen mendoi që kishte shkuar me to dhe u krijoi një situatë një situatë shumë e sikletshme kur nuk e di fare se me çfarë ke të bësh nga partneri yt. Megjithatë këto ishin vetëm disa nga emrat e personazheve të famshëm që kanë patur dhe kanë sëmundje shumë të rënda. Ne kemi përgatitur edhe një listë me personazhe të tjerë të famshëm që vuajnë nga sëmundje të rënda. E shohim këtë listë. Pak më parë folëm për ato aktorë që janë refuzuar në fillim të karrierës tyre për shkak se nuk ishin mjaft atraktive ose simpatike, por ka edhe shumë këngëtarë të cilat mund të bëjnë pjesë në këtë listë që në fillim janë refuzuar në fillim të karrierës tyre, por pavarësisht kësaj kanë arritur që të jenë në majë të klasifikimeve në vende ndryshme të botës. Një prej tyre është Sia. Të gjithë e dimë që Sia nuk është aq simpatike ose tërheqëse, por me zërin e saj ka arritur që të ketë me miliona fansa në botë dhe të pëlqejë çdo publikim që e bën, për shkak se ka edhe një stil të veçantë në kënduar edhe në materialet muzikore që e prodhon. Atëherë mund ta shpjegojmë më mirë si ekspert muzike që jam, ka një çerje vokali që e bën atë akoma edhe më ka një çerje, po. Ka një tjetër. Megjithatë, këngëtarët e tjerë të cilat ndoshta nuk është se mund të jenë dhe aq të bukura në thonjza, mund të quajmë edhe Lady Gaga në një farë pike, sepse shpesh herë është komentuar për këtë fakt, por ajo e ka mbuluar edhe me ekstravagancën që ajo ka vetë si këngëtare, dhe megjithatë si nga ana e vokale dhe nga ana e performancës, Lady Gaga është një nga performueset dhe këngëtarët më të mira në botë. Lady Gaga ka thënë në fakt, I'm beautiful in my way, because God makes no mistakes. Do thotë, jam e bukur në mënyrën time, Zoti nuk bën gabime. Shikon që rimon dhe në shqip. Për veten. Jo, më pëlqen. Rimon dhe në shqip. Megjithatë neve duhet të shkëputemi vetëm për pak minuta publicitet për të rikthyer dhe për të folur pastaj për shqiptarët, pak se si e kanë qenë në këto fillimeve të këngëtarëve shqiptarë dhe kur janë refuzuar, por edhe të huajt. Ka pak minuta publicitet dhe rikthehemi sërish.